një gjë që është shumë e rëndësishme ta cekim këtu. Ne nuk e falim tjetrin për tjetrin. E falim tjetrin për veten. Exact. Sepse të jetosh me një barë emocionale shumë të vështirë, ti kushtëzon jetën tënde në një mënyrë që bëhet burim pa lumturie, të mbash mlef, të mbash zemërim, të mbash mëri. Sa e vështirë është jeta që ti ta nisësh ditën çdo ditë me këto emocione që të peshojnë shpirtin. Në këtë formë ti nuk ndëshkon vetëm tjetrin që të ka lënduar, po mbi të gjitha ti ndëshkon veten. Kështu që të dish të falësh është akti më i lartë i dhëmshurisë drejtuar tjetrit, po mbi të gjitha ka në fokus veten. Tregon dhëmshuri për veten, duke ditur ta çlirosh nga emocionet të vështira që nuk janë të shëndetshme. Falja është egoiste, domethënë. Falja është një akt i shëndetshëm i dhëmshurisë ndaj vetes më shumë se sa i egoizmit. Flasim për egoizëm në momentin ku zmadhojmë figurën e vetes dhe shkelim nevojat e të tjerëve, dhe flasim për dhëmshuri në momentin që ne dim ta duam veten pa lënduar dhe pa cënuar tjetrin. Po ta duam në mënyrë jo në kurrizë të tjerëve. Kjo është të dish ta duash veten me dhëmshuri dhe jo në mënyrë narcisiste, me egoizëm, me... Në fakt, ky është këndvështrimi që ka secili nga ne kur mbron një situatë të vetën, do thoja unë. Pra ti mendon për veten saktësisht kur e shikon që të është bërë një padrejtësi. Nuk janë të pakta marrëdhëniet familjare, do merrja shembull unë, në të cilat motra me vllajin, vllai me vllajin nuk flasin prej një jete që mund të jetë një çështje prone, mund të jetë një borxh, mund të jetë një marrëdhënie që nuk shkon, e të tjera me radhë. Pak rëndësi ka arsyeja, por le të themi i klasifikojnë ata vetë si arsye madhore. Dhe për veten ti mendon edhe në këtë rast kur thua këtë njeriu nuk e fal më, edhe pse është shpirti yt, është gjaku yt. Shikoni, unë do dal një çik në prizmën më të gjerë, sepse mbetom në atë prizmin ç'është falja, kërkojmë falje në sensin individual. Ta shohim një çik në kontekstin më të gjerë. Në kontekstin e shoqërisë, më pëlqej mendimi që dha pastori, sepse shoqëritë kanë ndryshuar. Mori rastin e shoqërisë angleze, mori rastin e shoqërisë shqiptare, mori rastin e shoqërisë para, domethënë, temi sistemit pranë epokën e komunizmit, mori rastin e tanishëm. Sigurisht duhet ta kuptojmë. Domethënë jo vetëm thjesht këtë, që është e mundur, s'është e mundur. Është e mundur, duhet investuar, për qenë e mundur. Pra ne thamë që në fillim që duhet kërkuar falje, duhet jemi gjërë. Më thonë dhe duhet gjim paqe me veten, shumë elemente të kësaj natyre. Po s'janë me një të rënd, të lapsit dhe këto bën. Shoqëria formohet në këto drejtim. Prandaj dhe bëri krahasimet pastori në një shoqëri angleze dhe në një shoqëri shqiptare. Mua më duket sikur nuk e kemi theksin e formimit të individit në këtë drejtim. Që do të thotë, shoqëria ka ndryshuar në epokën e parë, pra dhe në epokën tani. Themi sot, më fal një sekondë, lutem ta çoj den deri në fund. Në momentin kur pastori tha që është turp apo jo, kjo është individuale. Okej, sepse juve ju dënon shoqëria kur thuat. Pra që do thotë është problem social, të dënon apo nuk të dënon. Sot njerëzit ju atat vetë për një parakalim apo në diçka ti zihesh. Pikërisht, përpara, jo që nuk ishte fenomenet saj natyre, por nuk diskutohej, sepse njeriu ishte formuar me disa norma, me disa rregulla të shenjta, do t'i them, këto norma dhe rregulla. Po flasim për sistemin këtu, se si sistemi ju krijon besim njerëzve, dhe këta njerëzit pastaj i zgjidhin konfliktet me anë të sistemit. Por në vetvete, a falte dikur shoqëria e dikurshme më shumë nga sa falso? Po argumentoje dashur, më lër deri në fund. Në mbështetje të mendimit tuaj, unë po shtoj këtë gjën që shoqëria dikur, sidomos shqiptarët në epokën e shoqërisë komuniste, kanë qenë një popull shumë rigjid. Jo vetëm që e kishin të vështirë të falnin, pavarësisht se sistemi ndërshkonte thyrjen e ligjit, që është një tjetër koncept, po kur flasim për faljen si koncept shoqëror, edhe si normat morale kanë qenë aq rigjide, ku ndjenja e turpit ishte kaq e madhe sa nuk flitej as në familje për gjërat e vështira që ndodhnin brenda familjes. Ishte turp të jepi mendimin tënd,
kur ti kishe përballë një më të rritur, ishte turp që ti të shpreje që zbie dakord me kufizimet që ky i rritur i ty të vinte, dhe njerëzit e jetonin jetën sipas kushtëzimeve dhe pritshmërive që këta të rritur kishin, dhe kur kjo ju kushtonte jetesën e tyre. Ishin tolerant me detyrim. Jo, unë duhet kuptoj këtë, unë kam jetuar epokën. Edhe mund të flas me kompetenca në gjitha drejtimet. Jo, unë flas nga një këndvështrim teorikisht vëzhgues. shumë thjesht unë kam jetuar dy epoka dhe di. Domethënë se sa fale, ligji ishte shenjtë pa diskutim dhe nuk s'kishte diskutim, domethënë nëse do ta zbatoje apo jo. Sot ju e shikoni, edhe nëse ti ke të drejtë, ti nuk merr të drejtën. Domethënë nga politikat makro, nga institucionet, dhe patjetër që njeriu pastaj sot në këto kushte kur rritet dhe zhvillohet, atëherë gjen pikërisht hakmarrjen apo diçka tjetër, sepse ky ligji nuk vepron. Fundit, ne jemi produkt social. Patjetër, biologjik po dhe social. Ati kur rritemi dhe edukohemi. Familja sot ka ndryshuar e dashur. Nuk është ajo, edhe nëse, ku diun, e duket krejt normale që po bën një turp dikushi. Ndërkohë që më përpara abstrakt nuk mund të mendoje një gjë të tillë. Kështu që edhe problemet që ne shtrojmë në media, pra këtu, unë i shikoj në aspektin e përgjegjshmërisë, do të thotë të ndikimit tek të tjerët. Nëse ne japim modele jo të mira, modele të shëmtuara, pa diskutim dhe ata, kur thotë bën media, bën ky, bën ai, bën institucioni, bën X, patjetër quhet normale. Normale është normë. Okej? Po pra, po vjet një normë jo rregull që harmonizon çdo marrëdhënie. Prandaj dhe unë them që ky individ është produkti social ku ne rritemi, edukohemi dhe diferencat janë të dukshme. Prandaj duhet kuptojmë në këtë aspekt, domethënë të dimë të formojmë, të dimë të edukojmë. Për mua sot familja, po dakord pra, sepse ne gjejmë këtë vetëm aspekti teorik, falim, nuk falim, po nga buron më i zemër. Nga buron ajo, pikërisht buron nga formimi. Një sekond, jo, individi formohet, përgjegjësia është tjetër gjë. Ne duam të edukojmë shoqërinë. Domethënë sepse nuk është çështje individi këtu, vetëm individi. Individi është pjesë e një shoqërisë. Po pra, ne duhet të investojmë te ky individ nëpërmjet këtyre që po them politikave makro, po të zbatueshme, ne tham ligji atëherë zbatoj. Tani ka instrumente tjera. Pikërisht kjo është, që më thënë kjo shoqëri po deformon individin. Atëherë, kjo shoqëri tjetër instrument përdorte ajo kohë, Bravo. ishte aq e rrep, tjetër instrument Këtë po të them dhe unë, domethënë që janë normat dhe rregullat e ndryshme që kanë formuar njerëzit. Këtu duhet të reflektoj. Do të reflektoj çdo lloj institucioni. Sepse të gjithë themi, ua, ç'është kjo shoqëri, jo ç'është ky individ, jo ç'është këtu. Duhet thrasim tek vetja që të falim dhe të kërkojmë falje, kërkon një botë të gjerë. Nuk mendohet vetëm thjesht, po nga bëhet kjo bota e gjerë. Domethënë faljen e gjakut apo diçka tjetër, sepse dhimbja vërtet është e madhe, por si mund ta realizojmë këtë? Kërkohet një ndërgjegjësim, një edukim ku të gjitha institucionet për mua, familja, shkolla, shoqëria, puna, të gjitha për mua nuk më duken me norma normale. Norma është rregulli. A kanë qenë tolerant sepse kanë qenë njerëz tolerant apo janë detyruar të jenë tolerant? Atë po ju them. Dhe nëse ka qenë vetë njerëz tolerant, pse nuk janë të njëjtët njerëz? Atë po ju them, që si është formuar individi në një shoqëri. Ky individi ashtu është formuar. Në atë shoqëri, sikurse edhe në shoqërinë angleze, edhe shoqërinë shqiptare, edhe para demokracisë, edhe në demokraci kështu është formuar. Prandaj dhe për mua, duhet të tundemi, të ndryshojmë në këtë sistem mënyrën e formimit të këtij individi, që është pjesë e shoqërisë, me qëllim që të kërkojmë feedbackun e këtij formimi. Jo të presim dhe pastaj themi ua që janë këta. Që janë këta, ne jemi ata që po formojmë, po edukojmë familja, shoqëria, të gjithë së bashku, edhe media, këtu që ne transmetojmë një mesazh. Duhet dim mirë se si ta transmetojmë mesazhin. Domethënë që te tjetri ne të ndikojmë. Okej, që da i të filloj dhe të mendoj, ore kam gabim këtu, jam dakord që ne patjetër kemi apo s'kemi gjërsin për të falur, apo për të kërkuar fare, që është krejt individuale, dhe ky individi, tash çfarë produkti është, por që ta bëjmë një individ, një produkt tjetër, duhet investuar. Domethënë kjo është çështja.